Këtu flasim për gjithçka dhe për çdo, nga arti dhe kultura, sporti, filozofia, teoritë e konspiracionit apo çdo temë që na bën të mendojmë, të qeshim, e të themi, ori prit pak. Ky është vendi ku energjia nuk mungon, mendimet ndahen hapur dhe çdo episod është një eksperiencë e re. Nëse të pëlqejnë bisedat spontane, vibe pozitiv dhe diskutimet që të mbajnë të mbërthyer deri në fund, je në vendin e duhur. Me Armela Drapi dhe Engji Drapi nisemi për Diku ku dielli nuk perëndon. Sigla. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në Diku ku dielli nuk perëndon. Fam kishte marrë të mërshti shumë malli për ta thënë këtë fjalën, kështu që jam e lumtur që rishihemi sërish në kanalin tonë në YouTube dhe ashtu sikur se ju e dini për herë. Armela, mirë se erdhe dhe rrisin shtëpinë tënde. Faleminderit shumë motor, mirë se të gjeta. Uroj që të kemi një sezon sa më të mbar dhe sa më të bukur me shumë të ftuar të larmishëm. Shumë sukses edhe për ty, na kishte marrë malli, ë? Vërtet shumë, na keni munguar shumë të gjithëve. Unë jam gati të qaj tani, po do mundohem të mbaj emocionet e mia. Atëherë, një vit larg ekranit praktikisht nuk është sa shumë, por nuk është edhe pak. Çfarë ka ndryshuar tek ti përgjatë këtij një viti e gjysmë, le të themi? Çfarë ke bërë më mirë, çfarë të ka munguar? Atëherë unë dua ta nis përgjigjen e pyetjes nga fundi. Çfarë më ka munguar? Më ka munguar dashuria e të gjithë miqve tanë që na komentonin gjatë kohës që ne ishim live me episodet tona. Mund të them që ky vit ka qenë shumë sfidues, por Pse sfidues? Ka qenë sfidues sepse patëm disa Një shok emocional. një shok emocional që nuk e pristim që të na ndodhin ato momente, por sfidat janë krijuar për ne, ne jemi rikthyer më të fortë se kur, kështu që mendoj që motor nuk ka gjë që na mposh tashmë. Në fakt, e di çfarë po mendoj unë, po më vjen ndërmend episodi i parë Diku ku dielli nuk perëndon, që praktikisht ishte data 22 korrik para 3 vite e gjysmë, 4 viteve. Dhe e kishim lënë të tillë pikërisht për të qenë një ditë pas ditës së Enesit, vllai ton, kështu që të puthin motrat. Dhe është e frikshme të mendosh se sa guxim patëm për të bërë një podcast me transmetim live çdo mbrëmje, kur nuk di akoma çfarë do thonte podcast. A të kujtohet se e bënin prezantimin? Radio me figurë. Dhe ishte ajo të flashi, mirë mbrëma, mirë se vini në Diku ku dielli nuk perëndon. Gjëra që na ka munguar më shumë në fakt. Është vërtet. Atëherë dashur motor, un kam dëshirë të të bëj disa pyetje. Okej. Duke qenë se ke bërë një pauzë edhe ti. Shiko, unë shpresoj miq tan janë kurioz të di më shumë rreth teje. Shpresoj të mos jesh shitur, mos të ketë deri kush që pyetjet i mirëpres të jenë korrekte. Jam zëri i popullit. Hajde një herë. Nisim me pyetjen e parë. Po. Çfarë ka ndryshuar për ty gjatë këtij viti larg podcastit? Ka ndryshuar. Të është vërteta kur patëm atë problematikën që zua ta cek tani, patëm një shok emocional që më zgjati goxha. Por që natyrisht jam fokusuar, sepse unë kam një natyrë që ti e di, në momente kur jam disi më e stresuar apo kur shikoj që diçka nuk po ecën shumë mirë, nuk heq dorë, pak po e sigurt, por zhytem më shumë punë, përpiqem për të bërë gjëra më të bukura, gjëra më ndryshe dhe mendoj se kjo është gjëja me cilën jam marrë përgjatë këtij viti e gjysmë. Meqense ceke këto, pse mendon që ky është momenti i dur që ne të riktheheshim tani? Momenti i dur nuk ekziston. Domethënë ekziston vetëm mundësia që 2 persona, 3 persona apo 7 persona të cilët punojnë për këtë podcast të jenë gati dhe të jemi të gjithë në të njëjtën vibe energji. Është shumë e rëndësishme. Okej, ne jemi 2 ato karikatorët. Por që se dim, ndonjëherë gjërat janë thjesht të shkruara dhe nuk, jam dakord që nuk ekziston një moment i duhur, por ka një përputhje, një konstelacion yjesh që tak bën një xing edhe ja, jemi në Diku ku dielli nuk perëndon. Meqense përmendëm sfidën tonë që patëm, a ka patur një moment që dyshove në vazhdimsinë e këtij projekti? Dogonjë apo thoja jo. Natyrisht, të them të drejtën, muaji i parë do doja të thoja dita e parë, por nuk ekziston. Muaji i parë ka qenë vërtet shumë tronditës. Dhe ka qenë realisht tronditës. U emocionova, duke edhe thjesht e menduar. Ka pasur momente që kam thënë, okay, boll, mjafton, mbase kështu që e shkruar, pati një sulm. Që jemi këtu ku jemi sot. Okej, normal. Shiko, kjo zgjati 2-3 ditë, kjo pesimizmi. Pastaj tak tham, do rikthehemi, por nuk e dinim se cili do ishte momenti i dur për të rikthyer. Dhe praktikisht një vit e gjysmë gati nuk është pak, ë? Kështu që mirë, duke qenë se ne jemi partnerë në këtë projekt. Po.
çfarë kemi mësuar nga njëra tjetra? Në fakt do jap dhon një përgjigje, por niset ti si fillim. Çfarë kam mësuar unë nga ti? Kam mësuar Shiko, kam mësuar së pari që është shumë e rëndësishme të kesh një komunikim profesional. Sepse, marrëdhënia jonë familjare mund të jetë shumë e çuditshme, ku mund të kemi ato debatet tona konstruktive gjithmonë. Të dashur miq, doni ta dinim për çfarë debatojmë ne më së shumti. Hajde thuaj një herë. Ja, për këto fëmisha, këto gjërat super aksesor, këto janë debatet tona. Kush jam Merkuj, domethënë. Më ka rikujtuar, nuk është se më ka mësuar, që je një motor fantastike dhe është shumë bukur të punosh me ty, për gjithë energjinë, për gjithë supportin dhe për gjithë artisten që ti je. Domethënë për te pjesës familjare që xha ne kemi, domethënë më ka treguar dhe një herë dhe më ka dëshmuar se sa rëndësishme është të kesh një motor në jetë dhe për më tepër një motor si ti. Faleminderit shumë. Tani unë kam thënë që nuk do qaj në këtë episod, mos po bëni të lotoj. Atëherë do them unë çfarë kam mësuar, përveç gjës që të dua shumë dhe jam shumë e lumtur që je krau im i djathtë. Thank you. Dua të ndalem tek pjesa duke qenë se unë isha shumë e vogël. Dhe më është dashur një farë besime, një farë mbështetje dhe më është lejuar ta provoj. Ndoshta mund të kem patur edhe unë episode që nuk kam qenë 100% Armela siç duhet isha dhe prap ishte ti që thoi, është çdo gjë shumë në rregull, vazhdo sepse ti je më e mira. Dhe kjo është gjëja kryesore që mua më ka bërë partneriteti jon, le të them, në lidhje me podcastin, siguria për të patur diçka të suksesshme së bashku. Patjetër, por kemi lënë para momentu diçka të rëndësishme që ka ndodhur me jetën tënde përgjatë kësaj periudhe pauze. Një sonatë pa përfunduar. Romani yt i parë dhe takimi i parë fizik me lexuesin, na trego pak. Pse zgjodhi pikërisht një zhanër të tillë romani, ku ka romancë të ndërthurur me dramë dhe jo diçka, pse di, mbase më aventurë, paksa më adoleshente. Po, atëherë një sonatë pa përfunduar. Është dashuria ime, mund ta quaj, që në fëmijërinë time. Sepse shkrimi ka lindur me mua. Dhe siç e kam përmendur, një sonatë pa përfunduar është e bazuar në histori të vërtetë, është dramë romans. Sigurisht që ne si autor nuk mund të kemi 100% historinë e vërtetë të këtyre personave, por vendosim të shtjellojmë dhe të fusim gjëra ndoshta edhe pak nga vetja. Shumë prej njerëzve siç kam pyetur është ku gjendet Armela në këtë pjesë. Pyetja më e zakonshme që i bëhet autorëve gjithsesi. Dua ta përmend që nuk është përsëri, domethënë, që nuk është pjesa e dashurisë, nuk është ajo dhimbja e dashurisë, ato momentet e bukura, aventurat që ka Nicole dhe Sofi. Por nuk ka se si ndodh gjithsesi, se ai personi ndron jetë, kështu që është e vërtet. Por momenti ku është Armela ka të bëjë në lidhje me gjimnazion, ku në momentin që ne do vendosim për të hedhur disa deg për në universitet, po pa dashur me qëllim, mësuesja ime dashur kujdestare, të cilin ja kam përmendur edhe emrin. Nuk po i bëjmë promo, është emri i vërtet që ta dini dashur miq. Vendosi të më ndryshonte disa të dhëna të mia personale. Çka do thonte që unë nëse nuk e kapja në momentin e dur, unë rrezikoja të mbetesha pa shkollë atë vit. Pra, aty është Armela. Pastaj përsa i përket pjesës së Armelës me kontaktin si me lexuesit, si autore, ka qenë vërtet shumë e bukur. Ishte një emocion shumë i veçantë, unë isha përballur me njerëzit si gazetar, si autore një podcasti, por nuk isha përballur si autore. Ka marrë shumë dashuri, jam kënaqur pafund sepse në atë periudhë e din shumë mirë që ishte dita e parë e Panaime, datë 13 nëntor. Dhe pati një pjesëmarrje të jashtëzakonshme dhe qendra kombëtare e librit të leximit ishte super full edhe komplet holli te komiteti, gjë që ishte shumë e veçantë, shumë sfiduese edhe për ne, me shumë emocione. Por që na pasoi ditë e ardhshme me diçka tjetër për nesër. Mendoj ato autografit e mia të para në ditën e promtimit që mund rrithe dora duke shkruar. Jam kënaqur vërtet shumë atë ditë, do e mbaj mend që gjithë jetës sado libra unë të botoj, është mjapa. Ajo është dashuria ime. Patjetër. Në fakt, në këtë moment duhet të ndjejmë si zëri qindra personave jashtë kësaj studioje podcasti. Kështu që kam një pyetje. Armela. Nuk e dyshoj fakt. Çfarë po bëhet me jetën tënde personale? Je në një marrëdhënie, duke qenë se nuk ka kaluar shumë kohë nga Shën Valentini, me kë e festove? Atëherë, së fundmi, që nga muaji dhjetor, kam krijuar një lidhje dashurore shumë të ngushtë.
Do më thënë, na gënje në për Instagram e në për rrjete që thua, jo, jam single, jo, këto gjërat. Jo, unë e kam bërë publik, ai është personazhi më i famshëm për momentin në Instagramin tim. Dhe kush është ky? E di kush është? Jo. Qenushi im i vogël Soros. Dhe ata, domethënë që po na ndikin me zemër në dorë. Pra ti je lidhur dhe dashura me një qenush. Po tjetër është bebja ime. Edhe Soros. Soros. Qiko, unë kam dyshimet e mia që ti po gënjen. Kështu që Jo. për të siguruar që s'do më gënjej edhe për të munduar për të nxjerrë diçka më në pa, kam përgatitur disa pyetje që duhet i përgjigjesh sinqerisht, shkurt ose me një fjalë të vogël. Edhe ti duhet të përgjigjesh sinqerisht në këto pyetje, sepse do e bëjmë të dyja së bashku në formë loje që edhe miq që po na ndjekin tani mos zbulojnë vetëm për meje, por edhe për teja. Kot nuk thoni jo ti ta fut. Nesëm. Tërheqje e ndaluar apo dashuri e sigurt? Dashuri e sigurt. Pse? Okej, vazhdo ti. Nuk lejohem pse këtu. Po, Xhelozi të vogla apo indiferencë totale? indiferencë totale. Flirt i pafajshëm apo lojë rrezikshme? Se një akrep që jam i bëj të dyja. E vërtet. Zemër e butë apo mendje e ftohtë? Mendje e ftohtë gjithmonë. Nice. Mendoj është më konstruktive. Virgjëresha. Po. Të ndjekin apo të ndjekësh? Të ndiqemi. Të ndiqin njëri tjetrin, apo mirë, okay. Drama apo pasion? Pasion pa dram nuk ka dhe dramat nuk bëhen pa pasion, kështu që të dyja mendoj unë. Lidhje e qetë apo dashuri që të trazon? Akrepi anon pak tek dashuria që të trazon, por e don dhe lidhjen e qetë është pak konfuz deri në një moment. Interesante. Instinkt apo plan? Unë jam një person që eci gjithmonë me plane, ti e di. Por që në planet e mia u fus logjikën dhe instinktin, kështu që për mendimin tim ka një triologji të pandashme dashurie. Kështu që kontroll apo liri? Liri e kontrolluar. Si është kjo liria e kontrolluar? Sepse dhe kontrolli nuk mund të mbaj, të mbaj peng, të jesh i udhëhequr nga dikush apo nga disa, ndërsa dhe liria e tepruar disa herë rezulton që fluturohet më shumë se sa ç'duhet. Kështu që një liri e kontrolluar është në norma 50-50. Okej. Ke pyetje apo i mbarova? Patjetër, pyetja më e rëndësishme. Intuit apo logjik? Logjik, e cila duhet të triumfojë mbi intuitën, sepse mendoj që intuita her pas here i zbut pak njerëzit, edhe unë dua që të jem pak më e ftohtë, pak më strikte, pavarësisht se shpesh fiton intuita dhe ka të drejtë, por nesër. Besoj pas ke këto pyetje një herë. Besoj gjithmonë intuitës. Është gjë më e mirë bukur. prit. E vërtet brutale apo heshtje e butë? E vërtet. Brutale, ashtu siç është. Karrierë apo paqe mendore? Tani, nuk mendoj se janë diferente, këto dhe duhen krahasuar. Mendoj që paqja mendore vjen kur ne jemi të plotësuar dhe kemi, le të themi, jetën që duam. Kështu që praktikisht, personalisht, pjesë e jetës që unë dua është edhe një karrierë suksesshme, kështu që Kjo të jep dhe paqe mendore, patjetër. Okej, të jetosh momentin apo të planifikosh të ardhmen? Atëherë, unë në këto momente që jam, unë e shijoj edhe momentin, por gjithmonë dhe duke planifikuar të ardhmen time, sepse kam disa qëllime të mia që dua t'i arris. Nuk dua t'jem nga ato persona që kanë disa ëndra dhe i mbajnë thjesht në sirtar, por dua t'i nxjerr nga sirtari dhe t'i bëjnë realitet. Ça motre. Shikoni. Atëherë, vazhdoj unë. Po. Besimi verbër apo dyshimi shëndetshëm? Dyshimi shëndetshëm gjithmonë dhe nuk mendoj se ka dyshim në limitet e duhura natyrisht, që është i dëmshëm dhe në çdo lloj marrëdhënie duhet të ketë paksa dyshim, jo dyshim, por thjesht është diçka që nxit nevojën dhe kriterin që për mua është shumë thelbësor, komunikimin. Në momentin kur ka dyshime, do thotë që ka dhe interes. Nuk po flas për dyshime që të prishin mënyrën e jetesës, por jam shumë pro komunikimit, të komunikohet në çdo lloj marrëdhënie. Okej. Nice. Është një trajme dhe shumë filozofike. Tani. Të fillosh nga zero apo të qëndrosh aty ku je? Siç e shikon, kemi filluar nga zero dhe nuk madje çdo kush që ka një dështim në jetë
Dështim, avash, tani e dështim. dështim. Thojza, po gjithsecili ka Rëshqitje situate, le të themi, rëshqitje situate. Okej, nëse ka një rëshqitje situate, nuk ka pse të dorëzohet, nuk ka pse të fusi veten ato ngushtësinë, ose se çfarë do thonë njerëzit, ose unë pse dështova, çfarë bëra unë gabimi, jo. Nëse ne e kemi provuar diçka dhe kemi dështuar, ne quaj gjithmonë dështim të suksesshëm. Atëherë nëse ne nuk e provojmë, provove. Jemi të lumtur, dështuam me sukses. Shiko, unë nuk mendoj që në rastin kur mund të quajnë disa persona dështim pjesën e mbylljes së kanalit vjetër të diku ku dielli nuk perëndon. Unë mendoj që është mbyllje e një faze, një epoke e cila të katapulton me shumë mund, sforcë, përpjekje ashtu sikurse ne jemi mësuar të arrisim, ka dhe mënyra tjera, po nuk na shkojnë, të vish sërish me diçka më të bukur. Patjetër, dhe jam gjithmonë, domethënë, ta nisim nga zero. Bota ka vend për të gjithë jemi të aftë dhe mund të bëjmë aq sa ne mundemi. Okej, i mbarove pyetjet. Jo, kam një fjalë shumë të rëndësishme. Ose më saktë një pyetje. Thuaje tani ose është për gjithmonë, okay? Dëndën. Na thuaj një fjalë që të shëron. Një fjalë që të shëron. Mendoj që një përqafim të shëron. Dhe nëse do zgjidhja një fjalë, është fjala të dashuroj. Mendoj që shëron shpirtrat e kujdo dhe gjithsecili nga ne ka nevojë ta ndjej. Në jetën tonë përditshme ne jemi në luftë me gjithçka, qoftë edhe në luftë me kohën, në luftë për të qenë varianti më i mirë i vetes. Por ama në momenti kur shkojmë në shtëpi dhe ajo dera mbyllet dhe jemi në atë stresën tonë, mendoj që secili nga ne ka nevojë ta ketë një përqafim dhe një fjalë të dashuroj. Është ajo çfarë mendoj unë, arsyeja pse jetojmë dhe pse mundohemi dhe luftojmë kaq shumë me këtë jetën tonë dinamike. Motor të dua dhe në fakt më vjen kjo, kam nevojë për një përqafim. Pas emisionit. Okej, një fjalë që të lëndon Armela, cila do ishte? Do një përgjigje të sinqertë. Gjithmonë. Atëherë nuk ka asnjë fjalë që mua më lëndon, sidomos nga njerëz që unë nuk i kam në përditshmërinë time. Dhe mund të shikojmë për raste feste, sepse vetëm ata mund të të lëndojnë dhe... Është akrep. Po, akrepi. Dhe pra, përgjigja ime është nuk ka fjalë që më lëndon nga njerëzit. Madje, i shikoj duke buzëqeshur, jeni shumë të mirë, faleminderit. Super, kështu vazhdo. Je gati për disa pyetje të tjera? Sepse ka ardhur përgatitur mirë, domethënë, okay, po. Po nuk kam bërë këtë pauzën unë. Shiko, ti je zëri i publikut, po patjetër. Patjetër. Hajde një herë. Gjithmonë kam përgjigje për publikun, kështu që. Kështu që përfitoj unë nga rasti të marr vesh disa përgjigje se tregohesh pak e rezervuar ti. Je gati? Okej, gati. A ka pasur një moment personal që të ka ndryshuar këndvështrimin? Moment personal, këndvështrimi për diku ku dielli nuk perëndon apo këndvështrimi në mënyrën se si unë shikoj mënyrën time të jetesës? Se si e shikon ti mënyrën e jetesës? Do ndalesha tek momenti kur unë publikova romanin Diku ku dielli nuk perëndon. Isha thjesht një 20 vjeçare e apasionuar, pas së shkruarit dhe qasja dhe ajo çfarë unë mendoja më herët ishte që personat të cilët do më gjendeshin më pranë ishin mbase kushërinjt, gjyshrit apo ku e di unë çfarë. Dhe në momentin e parë kur u përballa, mora një dashuri shumë të madhe nga lexuesit, por nuk mora as edhe një bravo, as edhe një urim nga persona të tjerë, nuk po llogaris familjen këtu ose juve nuk quheni. Mendoj që ka qenë një farë zhgënjimi që kam marrë për gjatë asaj periudhe dhe kuptova që shiko, ata të cilët të duan të mirën janë kryesisht njerëzit e tu familjar. Nëse ka persona të tjerë publiku lexuesit, patjetër që është dashuri e shtuar. Dhe mendoj që kjo ka ndryshuar mënyrën se si unë i shikoj dhe i perceptoj gjërat në vazhdim. Praktikisht nuk pres asgjë nga askush. Do nëse dikush do të më thotë një urime bravo. Faleminderit, më bëhet shefi, në të kundërt. Patjetër, jo mos tim për jetën, mos prisni asgjë nga askush. Pyetja tjetër është, nëse do kishe një sekret që do të zbuloje sot, cili do ishte? Një sekret që do të zbuloja sot. Po pse do të më zbuloj sekrete? Për fillim të mbar. Nëse do ishte i zbulueshëm, praktikisht nuk do ishte sekret. Po tani sekret. Vogël, tani duhet diçka tani. Ha, thuaja. Sekret. Më duhet gjysmë ore në mëngjes për t'regu llokaçurrelat. Atëherë po ta bëj un pyetjen për ta zbuluar sekretin. Kur do jetë libri i Tyratës?
Se Okej. çfarë kanë qarkulluar disa shënime që kam parë, disa tituj, disa gjëra. Nëse nuk po flas më shumë. Vazhdo. Kjo është e përmbes. Para. Shiko, jam duke shkruar. Kisha një periudhë kohë në fakt që nuk po shkruaja, por jam rikthyer sërish një romani shumë të dashur për mua, që është një histori sa mister, po aq krim, po aq edhe romancë, sepse nuk mund ta zhveshim jetën tonë nga romanca apo nga ndjenjat dhe emocionet. Do titullohet Ajra, Dafine Limon. Por kaq për momentin, se kur nuk e di as unë, kështu që s'kam se si ta Meriton them. një duar trokitje. Faleminderit shumë. Të dashur miq, as unë nuk jam në dijenit se çfarë historie bëhet fjalë në këtë libër, kështu që mos më pyesni. Pyetja tjetër që kam. Ha njërë, Tëndën me suspans. po, si jemi në Big Brother. A ka kaluar ndonjë kandidat në intervistë familjare? Që shke pyetje. Përgjigjo. Shiko, që një kandidat të kaloj në një intervistë familjare, praktikisht duhet të jetë një person interesant. Nëse do kisha gjetur një person interesant që di të bëj për vete trurin tim, patjetër që do e kisha bërë publike se nuk kam gjë për ta fshehur. Në momentin kur e dashuroj dikë dhe dua ta kem në krah, e prezantoj pa kurfar ndroje. Pra shkosa se kam bërë, do thotë që jo. Kur do na e sjellësh? Intervistë familjare. Nga ta di unë. Okej. Çfarë nuk toleron në një lidhje? Ore, nuk është podcast romantik ky. Shiko, dielli po hodhe rreze ka të ca nota kështu, roze kështu, po. Çfarë nuk toleroj në një lidhje? Paqëndrueshmërinë emocionale, afrim largim pa kuptim, praktikisht i bie që personi nuk e njeh veten dhe nuk di çfarë don, i bëj skip në çdo rast. Dhe mungesën e komunikimit që unë kam shumë të rëndësishme. Atëherë edhe pyet një ndër pyetjet më kryesore dhe më të bukura është. Në këtë moment jam zëri i mamit. Zëri i mamit? Jam zëri i mamit. Mamit përshëndesim. Të përshëndesim. Të duam shumë. Që do të pyeste, nga cili qytet do e marrësh bashkëshortin? Zoti madh, ja të hap listën, domethënë, shikoj, nuk ka rëndësi fare. Ça pyetje. Qyteti. Kjo është diçka pa pikën e rëndësisë. Un kam një miku joni përbashkët, thotë nga Trau e lart. Nëse, po që nuk ka fare rëndësi. Për mua është shumë e rëndësishme mënyra se si personi njeh veten. Si personi arrin të bëj për vete, ashtu sikur se thash edhe pak më herët, trurin tim dhe të marr vëmendjen time, sepse nëse ti nuk merr vëmendjen time dhe unë nuk të bëj pjesë e përditshmërisë time, praktikisht e ke mundësi zero, kështu që. Nuk ka rëndësi qyteti, s'ka. Shumë vërtet. As ana ekonomike, tani mos bëjnë këto moralistë kështu apo ashtu. Nuk ka lidhje fare. Është vërtet. Gjëja kryesore siç e the ti, komunikimi. Armela, faleminderit shumë për këtë pyetje, ishte shumë interesante dhe faleminderit për gjitha përgjigjet e sinqerta. Besoj se miqtë tani kanë marrë disa përgjigje. Un kam një pyetje. Dhe praktikisht të kthem pak ty në introspektiv. Nëse do takoje Armelën në 10 vjeç, çfarë do i thoja? Shumë interesante, tani po mendoj Armelën 10 vjeç. Madje po më kujtohet dita ime e ditëlindjes. E mba mend? Po. Ne do të them çfarë kam pas veshur. Jo, okay. Mund të vazhdosh, çfarë do i thuash? Do i thoja që bravo. Je një vajzë që nuk i ke mbajtur ato ëndrat e tua vetëm në sirtar. Ka qenë e vështirë për ty, ke pasur një fëmijëri shumë të bukur, për momentin që fillon dhe përballesh me njerëzit, rritesh dhe kupton dhe më shumë, t'ja ke dalë që të mos të mposhtesh, ke dalë të krijosh imazhin tënd, krijosh besimin tënd për veten dhe tashmë nuk ka më asgjë që do të lëndoj. Dhe sigurisht që bravo. Forca më e madhe, besimi më i madh dhe para është në Zot. Dhe mbështetja më e madhe familja. Ti dërgoj mamit një puthje. Të duam. Okej. Atëherë Armela na ilumino. Çfarë na pret në këtë sezon të ri të Diku ku dielli nuk perëndon? Atëherë janë shumë gjëra të bukura. Do kemi shumë të ftuar interesant, të cilët për momentin nuk dua t'i bëj publik, ashtu sikur pra do kemi biseda ashtu sikur se kemi pas më herët. Gjithmonë. Pa gënjeshtra, pa filtra,
duke origjinale do jemi Okay. ne dhe të ftuar do jemi vetvetja, siç e kemi marrë gjithmonë në fund fare të intervistës ato mesazhe nga ata që faleminderit për intervistë, jemi ndersi në shtëpinë tonë, të njëjtën gjë do vazhdoj të jetë. Ne jemi ne. Okej. Armela, shumë faleminderit. Ishte kënaqësi ta ndaja për herë të parë studion e Diku ku dielli nuk perëndon me ty. Ishte shumë pozitive. Faleminderit shumë Entri, edhe unë jam ndier shumë mirë. Intervista jonë e parë së bashku, edhe pse ishte thënë kur do e zhvillojmë një intervistë së bashku, ke bërë shumë pyetje, ke zbuluar shumë gjëra edhe për mua. Po, për çfarë jemi ne? Jam ndier shumë mirë, faleminderit. Të dashur miq, ju falenderoj që na ndoqët. Këto ishim ne, pa filtra, pa gënjeshtra, ashtu sikurse jemi, themi praktikisht gjithmonë të vërtetën, edhe pse shpesh herë nuk është shumë në favorin ton kjo, por çon si ka. Të dashur miq, faleminderit shumë që na ndoqët. Shumë shpejt do bëjmë publike dhe të ftuarin ton të parë. I kemi shumë interesant, kështu që ju ftoj ta bëni subscribe në kanalin ton në YouTube. Diku ku dielli nuk perëndon. Si jemi?